Dy morte. Halimja e Harithi ishin të bindur se djemt flisnin të vërtetën, e si rjedhoj u tronditën së tepërmi. Harithi u frikësua se mos djali i tyre ishte i poseduar nga një shpirt i keq, ose ishte goditur nga ndonjë magji, e i tha të shoqes ta çonte me shpejtësi tek ëma, përpara se dëmi që kishte besuar t'i bëhej i dukshëm. Kështu, Halimja qoi sërish në Mekë, me niyetin që të mos fliste gjë për arsye e vërtet të ndërimit mendje. Por ndryshime ishte tepër i beft dhe për të mos u mashtruar, Eminja më në fund e detyroi që të tregonte krejt ngjarjen. Me ta dëgjuar, ajo e hodhi poshtë friksimin e Halimes, duke thënë: "Gjëra të mëdha e presin ti mbir." Pastaj i tregoi për shtatzëninë e saj dhe dritën që kishte qenë ndërgjegjshme ta barte brenda. Halimja u qetësua, por kësaj radhe Eminja vendosi ta mbante të birin. "Lër mua," i tha ajo, e u dha mbar për në shtëpi. Djali jetoi lumtur në Mekë, më të ëmën për afro 3 vjet, duke fituar dhe mshërinë e gjyshit, xhaxhellarëve e hallave, si dhe kushërinjeve të shumt me të cilin luante. Veçanërisht të dashur kishte Hamzain e Safien, fëmijët e martesës së fundit të Abdul Mutalibit, e cila kishte ndodhur në të njëjtën ditë me atë të prindërve të Muhamedit. Hamzai ishte në një moshë më të, ndërsa Safia pak më vogël. Xhaxhai e halla tij dhe njëkohësisht bijtë e tezës, dhe një lidhje fuqishme dhe përhershme u formua mes tyre. Kur ishte 6 vjeç, ëma vendosi ta merrte për vizitë të farefisi në Jethrib. Ata ju bashkuan njërit prej karavaneve të nisura për në veri. Duke nisur 2 deve, Eminja mbi njërin e ai mbi tjetrën, me shërbetoren e tij të devotshme Baraka. Më vonë, ai tregonte se si mësoi të notonte në një bazen që i përkiste farefisit e tij Hazregj, të cilët shndruan, dhe si djemt i mësuan të fluturonte një balon. Por jo shumë pas nisjes për t'u kthyer, Eminja u sëmur dhe ata u detyruan të ndalnin duke lënë karavanin të vazhdonte pa ta. Pas disa ditësh ajo vdiq në Abva, jo shumë larg Jethribit, dhe u varos aty. Baraka bëri çfarë mundi për ta ngushtuar djalin, tani më jetim të 2 fisht, dhe në shoqërinë të disa udhëtarëve e ktheu sërish në Mekë. Gjyshi i tij tani e mori në kujdestari të plot dhe shpejt u bë qartë se dashuria e tij e veçantë për Abdullahun, i që kaluar të birit të Abdullahut, Abdul Mutalibi, ishte gjithmonë i lumtur të qëndronte pranë Qabes, si atëherë kur kishte bërë zakon të flinte në Hijr, pasi ishte urdhëruar të gërmonte Zemzemin. Kështu që familjarët i shtronin çdo ditë një minder në hijen e shtëpisë së shenjtë, dhe nga respekti për babain e tyre, asnjëri prej bijeve, biles as Hamzai, nuk guxonte të ulej ndonjëherë mbi të. Por një piti i vogël nuk kishte i skrupuj të tillë, dhe kur xhaxhallarët i thoshin të ulej gjetiu, Abdul Mutalibi u thoshte: "Lëreni djalin tim, se pasha Zotin të madhe ka të ardhmen." Ai e ulte pranë vetes në minder e ja fërkonte shpinën, dhe i pëlqente gjithmonë të shihte se çfarë po bënte ai. Mund t'i shihje bashk, thuajse çdo ditë, dorë për dore, në Qabe ose dikujt tjetër në Mekë. Abdul Mutalibi madje mori Muhamedin me vete kur shkoi të ndiqte kuvendin,
ku prijesat e qytetit, të gjithë mbi 40 vjeç, takoheshin për të diskutuar çështje të ndryshme, e as nuk nkuronte të 10 vjeçari ta pyese 7 vjeçarin për mendimin e tij rreth kësaj apo asaj. E kur dinjtarët të tjerë i kërkonin llogari, ai u thoshte gjithmonë: "Ti mbir e pret një ardhmë madhe." 2 vjet pas vdekjes së të ëmës, jetimi mbeti dhe pa gjyshin. Kur po vdiste Abdul Mutalipi, ja besoi nipin e Butalipit, që ishte vëllai plot i babait të djalit, dhe Ebu Talibi e të zgjati dashurinë dhe mirësinë që nipi i tij kishte marrur prej plakut. Që atëherë ai u bë një nga bijtë e tij dhe shoqja Fatimia bëri çfarë mundi që t'ja zëvendësonte nënën djaloshit. Më vonë Muhamedi e kishte zakon të thoshte se ajo linte pa ngrënë fëmijët e saj në vend të tij.